Edicioni i tretë mbar kombëtar i konkursit të letërsisë së humorit Niko Nikolla është çelur në qytetin e Korçës në teatrin Andon Zako Çajupi, si mikpritës i këtij aktiviteti kulturor. Për 2 net me radhë, 31 autor të prozës, poezisë dhe komedisë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës bashkohen përmes humorit. Janë 31 autor, kryesisht nga Shqipëria, por ka edhe nga Kosova, ka edhe nga Lugina e Preshevës, ka nga Gjermania, ka nga Italia. Pra, i munduar që së bashku me prurjet e kësaj letërsie të sjellim dhe një hartë gjeografike të shkruesve të humorit shqiptar kudoja. Pjesë e konkursit ishte edhe aktori dhe karikaturisti Bujar Kapexhiu, i cili vlerësoi këtë kompeticion, duke theksuar se humori është një nga zhanret më të vështira të artit. Ka njerëz që merren në humorin, ka njerëz që shkruajnë, ka njerëz që mendojnë për humorin dhe satirën dhe për t'i dhënë lexuesit jo vetëm buzëqeshjen, jo vetëm të qeshurën, por nëpërmjet shkrimeve të japin edhe mesazhe. Krahas letërsisë humoristike në hollin e teatrit janë ekspozuar edhe karikatura me mesazhe sociale dhe aktuale. Një botë që është duke qarë, nga që s'ka paqe, sigurisht luftrat ju shikoni vetë siç themi Ukraina, Palestina, dhe unë kam shprehur diçka rreth vuajtjes. Konkursi u hap zyrtarisht, ndërsa mbrëmjen e së dielës pritet ceremonia e ndarjes së çmimeve për botimet më të mira humoristike.